Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotërim, përshëndetje të dashur miq të mi, ja ku po takohemi në kanalin Rrëfime Jete, me mua Tirona Lilin për të diskutuar vendimet e fundit që janë marrur rreth ngjarjes që 2 vite më parë ka tronditur të gjithë popullin shqiptar, vrasja e Liridona Ademaj nga bashkëshorti i saj Naim Murseli. Në takimin e fundit me gjykatën, Naim Murseli ka shprehur gjëra të tjera rreth marrëdhënies me Liridonën, gjithashtu dhe është falur dënimi për njërin nga të akuzuarit, e cila është bërë me pagesë. Por do të lexojmë në mënyrë të detajuar në fakt se çfarë ka ndodhur dhe çfarë vendimesh janë marrur deri më tani. I dyshuari për vrasjen e bashkëshortes së tij, Liridona Ademaj, Naim Murseli, ka deklaruar sot para trupit gjykues se marrëdhënia e tij me tashmë të ndjerën ka qenë e mirë dhe e qëndrueshme gjatë gjithë viteve të martesës së tyre. Sipas deklarimit të tij, Murseli tha se me Liridonën ishin fejuar më 21 prill të vitit 2010 dhe ishin martuar më 11 dhjetor të vitit 2011, duke ndarë së bashku 12 vite martesë, nga e cila kanë 2 fëmijë. Ai theksoi se bashkëshortja e tij ka qenë një grua e mrekullueshme, një nën e përkushtuar dhe një bashkëshorte e devotshme. Në fakt këto janë fjalët të vetë Naim Murselit. Në dëshminë e tij, Naim Murseli rrëfeu se familja kishte jetuar në Suedi, ku Liridona, pas 3 vitesh qëndrimi, kishte fituar shtetësinë suedeze si rezultat i kësaj martese. Ai u ndal edhe tek vështirësitë që çifti kishte kaluar në vitet e para të martesës, duke theksuar se dëshira e madhe e Liridonës ishte që të bëhej nën, por për disa vite ajo kishte pasur probleme për të mbetur shtatzëne. 5 vitet e para, thot, ja marr shumë me të nëpër spitale. Më në fund, në vitin 2017, ju realizua ëndra. U bë nën dhe unë u bëra baba. Ka deklaruar Naim Murseli, duke shtuar se pas fëmijës së parë, rreth 1 vit e gjysmë më vonë, çifti u bekua edhe me fëmijën e dytë në këtë krah. Ai mohoi kategorikisht se mes tij dhe Liridonës ka pasur ndarje apo probleme serioze në marrëdhënie, duke theksuar se çdo gjë në këtë mes ka qenë krejtësisht në rregull. Naimi thot, 5 vitet e para ja marr shumë me të nëpër spitale, që në fakt është një deklaratë pak e çuditshme, se unë nuk e kuptoj në një marrëdhënie, në një martesë, në raport me bashkëshorten, kush duhet të merret nëpër spitale? Megjithatë që ai që i takon të merret nëpër spitale është bashkëshorti. Më në fund, thot, në vitin 2017 ju realizua ëndra. U bë nën, edhe unë, thot, u bëra baba. Edhe me një herë pas fëmijës së parë, nisi 1 vit e gjysmë, pas 1 viti e gjysmë, dasht Zoti dhe erdhi në jetë edhe fëmija i dytë, thot. Dhe kemi jetuar së bashku krejt kohën. Dhe Naimi ka thënë dasht Zoti që në jetë erdhi fëmija i dytë dhe kemi jetuar së bashku të gjithë kohën. Nuk ka pas asnjëherë ndonjë ndarje ose diçka të tillë, edhe pse në fakt u amencua që Liridona, nuk është amencim, ishte deklarat, ishte një deklarat që u vërtetua dhe nga vllau i Liridonës, që Liridona, domethënë, ka kërkuar një herë divorc nga Naim Murseli. Çdo gjë, thot, ka qenë në rregull mes nesh. Siç e ka thënë edhe dëshmitari Kokalla dhe Leonardi, që kur e pyeta a është ankuar Liridona për 13 vitet e ju. Leonardi tregoi që jo, nuk është ankuar. Do me thënë, nuk është ankuar tek familja e babait të saj. Kjo është e vërteta.
nuk ka pas pse të ankohet se në jetë larg qoftë me ushtru dhunë apo diçka tjetër. Naimi thotë që unë s'kam ushtruar fare dhunë tek Liridona. Ato gjëra nuk kanë ekzistuar në marrëdhënien tonë, ka thënë Naim Murseli. Domethënë Naim Murseli në deklaratën e tij deri më tani, nga kjo që unë po kuptoj, ka treguar që marrëdhënia e tyre ka qenë jashtëzakonisht e bukur, sipas Naim Murseli deri më tani, thënë që ka qenë një marrëdhënie korrekte, ka qenë një marrëdhënie e mrekullueshme që Liridona dhe Naimi kanë patur me njëri tjetrin. Gjykata e apelit në këtë mes ka marrë dhe vendimin për t'i ulur dënimin Tom Dodajt, i cili ka shitur armën me të cilën dyshohet se është vrarë Liridona Ademaj në nëntor të vitit 2023. Sipas vendimit të apelit që është marrë më 30 dhjetor të vitit 2025, Dodaj është dënuar me burgim në kozgjatje prej 3 vjetësh dhe me një gjobë prej 3.000 euro, të cilat do të ekzekutohen pas plot fuqishmërisë së akt gjykimit. Ky ndryshim vjen pas ankesës së bërë nga mbrojtësi i tij advokati Agron Kuqi. Në akt gjykimin e mëparshëm, Dodaj ishte dënuar me 5 vite burgim dhe gjobë për 5.000 eurosh për veprën penale import, eksport, furnizim, transportim, prodhim, këmbim, ndërmjetësim ose shitja e pa autorizuar e armëve apo materieve plasëse. Por ky dënim është reduktuar në vendimin e fundit. Nëse gjoba nuk paguhet në mënyrë vullnetare, ajo do të konvertohet me dënim në burg, ku për çdo 20 euro gjop shtohet një ditë burgim. Do me thënë, Doda duhet të paguaj një gjobë prej 3.000 eurosh për 3 vjetë. Tani, më pas, Dodaj ishte i dënuar me 5 vite, do me thënë duhet paguaj 5.000 euro gjobë për veprën penale, import, eksport, furnizim, transportim, prodhim, këmbim, ndërmjetësim ose shitja pa autorizuar e armës. Thënë gjoba, Dodaj këtë duhet ta paguan 5.000 euro për 5 vite. Dhe më thënë është një dënim që besoj që zotëria në fjalë do ta realizojë, nuk është një gjë e madhe. Tani, nëse gjoba thot nuk paguhet, kthehet në burg, kjo nuk do ndodh. Gjykata do të marrë parasysh edhe kohën që Dodaj ka kaluar në paraburgim, nga data 9 dhjetor të 2023-shit deri më 17 prill të 2024, se cila do të llogaritet në dënimin e tij. Dodaj ja shiti armën e Murselit e Granit Plavës për 280 euro, dhe e cila armë dyshohet se u përdor më pas për vrasjen e Liridona Ademaj. Ai e kishte pranuar fajsin dhe pati kërkuar falje për rastin, duke thënë se nuk ka qenë në dieni se arma do të përdorej për vrasje. Për vrasjen e Liridona Ademaj akuzohen bashkëshorti i saj, Naim Murseli, si dhe Granit Pllava si ekzekutor e kushtrim kokalla. Vëllai i të ndjerës Liridona Ademaj, Leonard Ademaj, ka deklaruar se pas seancës gjyqësore të SHN-s se familja është thellësisht e shqetësuar nga fakti që nuk u lejua elaborimi i plot i provave nga ana e tyre, duke cilësuar këtë si etik për zbardhjen e së vërtetës. Ai ka theksuar se seanca nuk ka qenë e lehtë për familjen, pasi janë shfaqur të gjitha videot e fundit të jetës së motrës së tij. Sipas Ademajt, pamjet e paraqitura në gjykat dëshmojnë qartë se rasti ka qenë i planifikuar me kujdes, se gjithë ngjarja ka ndodhur brenda vetëm 7 minutash. Sot për ne thot nuk ishte ditë e lehtë, pasi pam videot e fundit të jetesës së motrës son. Ajo çfarë pam në video sot ishte që të treta akuzuarit e kanë planifikuar mirë, pasi gjithë ngjarja ka ndodhur për 7 minuta. Pra, nuk ishte një vrasje jo e planifikuar, por e mirë planifikuar. Ajo çfarë pam sot në ato pamje qartëson mirë se Naimi bashkë me kushtrimin janë organizator kryesor të vrasjes, ndërsa vrasësi i motrës sime është në këtë mes Granit Pllava. E falenderojmë gjykatën për punën që po e bën. Ajo çfarë na brengosi sot ishte mos lejimi i elaborimit të provave nga ana jon. Pra elaborimi i provave për ne është jetësore, sepse e qartëson edhe më mirë rolin kyç.
të Kushtrim Kokallës, bashkëpunimin me Naimin në rrugtimin e tyre, ne do të kërkojmë nga gjykata përsëri të elaborojmë provat, sepse është e drejtë jetike, tha Ademaj. Ndryshe në gjykatën themelore në Prishtinë, në gjykimin ndaj Naim Murselit, Kushtrim Kokallës dhe Granit Plavës, janë shfaqur video incizimet e ditës kritike kur u vra tani e ndjera Liridona Ademaj. Pamjet tregojnë lëvizjet e të akuzuarve në ditën kritike. Në fakt, këto janë ngjarjet më të fundit nga rasti i Liridona Ademaj, detaje që në fakt po trondisin publikun dhe e vërteta që në fakt është duke vonuar për vite me radhë.